grumullimit, merë vetëm ktesët, këto të mëdhajtë. Ktesët tu, ty ho 5 kg, lere. Edhe këte, lere. Pa që të bojën këtu, të shosi i zgjith, që të i lojën këti? Te ka bo zotit të masë i kam bojë zmet, e bi ujti 700 metra largë. 700 metra largë e sjellë ujtë në tu. Dele i kryetari bashkis mu vej që leshen koktaj, edhe sot ujti lumit ojnë dotur. Unë e kam ujti në lumit tu 700 metra largë. 700 metra largë. Nga ditët që ka morë vullën kryetar bashkije si shpa herë në qermë sipme. Nuk e di ku ishë qermë sipme. Del me që leshe i sa burri mirë fort. Për i lumë dhe ti se ka morë 4-5 herë granda nga Edi Rama, nga shteti. Se demokrati flak ka qenaj. Ka kësuj me Edi Ramën i menej. Se këto njek Edi Rama, këto biznesmenët. Jo ne fukorejt. Ne fukorejt nuk na pyt në një deputet. Ku kimi në deputete? Njëri janë braçe ka qenë këtu. Letineli qevi vllai tem. Njëri janë braçe ka qenë deputetu. Qa halli kishe i bie e dalili telefonit, vinde ke shpia, apo ke puna. Vu bordin kullimit gjithë në 2024 në levizje për të pru ujtë vaditje në qermë. Nësë ke qermë të ujtë vaditje, turpi zotit, tërbufi, bilbili mëzëqes. Turpi zotit, vojnë deputet e te që kanë para për interesin e vetë, jo për i të interesu për poplin. Vojnë i kryetar partije për të mërojt bizneset e vetë, jo për poplin. Fare, zero. Fare erda, zero. Për një më erda, shikoje, kam herë 12 milion lek gjakun e familjes. Po të pak të të shesër 200 lek. Ore të shes, jo më së shes fare. Turpi zotit si një sfaj, as shokët, as trektarët, as sinjorit. Shteti e kore. Ku i shteti, më s'kem uj vadite të bi 700 metra në përgarë dhe robët unë ujtin këtu. Turpi zotit. 20 kilo. Pa që do, pa qmime. Po punojmë kotë. Ja, ka ngellë malë i gjithë këtu dhe një. Qa të bëjnë? Tokat të kemi me qera. Pagujmë qerat edhe as i lek për ne, s'ngellja për ne. Për legjës për majmë as lek për qerat. Qa të bëjnë? Ja. Ishtë për gjuna, për qa të shikos. Fermerë të nga qermë sipme, bashkë me shumë shokët e mi, kam qëmë 2008 që mjetë Shalqi, bloktori kam pas, bloktori në kam luminu qëmë 2023, që qëmë shi 450 lek ma shumë për turp, kosta shumë e madhe, nafta 2200 lek, e të shes unë Shalqi, 2 hektare gjusë Shalqi, të shes Shalqi me 80 lek, nuk e mulloj do të se ka 1 milion dy lymi, nuk e mulloj do të. Edhe shumë shok këtu që po të vinë këtu 5 trale Shalqi për dit, 5 trale Shalqi këtu shitet Shalqini 250 lek. Po këtu nuk do të një di fare, se kur vej ministër bujqësie, një kryetar komunën e vej ministër bujqësia Edi Rama, edhe ka drejt që Shalqini të vejt 50 lek sot. Ka shumë drejt, e nafta 2200 lek, vadis me naft. Kosto i shumë e lartë. Që kur thot e 100.000 lek hektari subvencionimit e i, se nuk ka zëtore, se po të ketë zëtore nuk mere i 100.000 lek, se 100.000 lek nuk vetë do të plugoj 7 dëlym tokë. Jo të plugoj 1 hektar tokë me 7 dëlym, 100.000 lek hektari që ka vona i. Që e kanë qutë zero, që e bën gjithë, se po të ketë shteti nuk rri molli pa shit, se i ngell gjoja barra pikat grumullimit. Jo, e kanë gjithë doganën të shtetit. Se po të jetë shteti funksional këtu, nuk rrin këtu, jemi ma shumë për turp. Shikoj, 20 fermer këtu, gjithë ky fshat. Gjithë ky fshat me 20 fermer, po turpë. Që e 20 vetëmërë? 500, pa ta quj 500 dëlym Shalqi. Që e 500 dëlym Shalqi? Turpi zotit ka merë 2-13 milion lek. Unë se kam bo bismillah fare. Turpi zotit. 1 milion lek dëlymi Shalqi mullur në plasmas, 650 lek kubiku. 2200 lek nafta. Edhe thot e i e vojnë unë. Që vendje? Turpi zotit. Shit grundi se 7.000 leke. Shit misër ti 25.000 leke. Shit eldi 25.000 leke. Qumë shi 450 leke. Edhe do ike e vla. Qa të bëjmë? Më dhimë se vetëm mjetët kam bletë 32 milion lek mjetët me gjak. Ti kyç aty dhe do ike jashtë shtetit. Përshëndetje, jam një fermer në qermë sipme, Zik Gjepa. Në aj parën e mu këtu si jam lërgu, kam 3 vjetë, kam mik në vendim. Edhe unë kam mjellë si këtu si janë gjithë këtu, me hektare. U duterum, tani kam martu, kam 10 ditë, do marë familjen dhe ike jashtë steteni. Nuk ja del.
Po për laj Kupton? borgjë e këtishti. Të lajmë borgjet në aftës, do ky borgjë të parët. Ku të shkosh ti pa i Na i ku? pari na mu, na gjithë të këtu. Zëktorisët, gjithë, gjonët. I ke lek pa pagu zëtorisë? Pe ka me 2 milion lek, po t'i thonë. Këtë që u për pres qatë shëllqime, Kupton? që u du lek. Prit. I ka me 2 milion lek, po t'i thonë. Na mu i pari që të largohem. Në gjithë të këtu. Ska mo, ka maru ke vjenë në shokuj. Ne të fshatit qerë me Sibme, provojmë Shalqi, Misër dhe Grun. Ne jemi në prag falimentimi. Sepse ato lartë kujtojnë sa vetëm Divjaka, pa harrojnë që edhe fshatrat, ekzistojnë fshatrat tjerë. Bëjnë një filmim Divjaka, o Shalqini serës me 600 lek, ne na harrojnë që ja bashkësim sot me 80 lek. Kjo për... Unë naftën e ka marrë me 2200 lek, unë është provuaj Shalqi. Nuk e ka marrë sa 7.800 lek. E merë një për bazde? Se merë. Kot mu i këbën kërkes për të marrën lekët e 100.000 lek që në hektarit. Unë 3 hektar toka me. 3 hektar bëjt 300.000 lek. 450.000 do siguracionej. Unë du të fusë në gjepit sigurohëm e herë, pas taj të marrë ato 300.000 lek që hodej. Për nej unë bëj khtirje, tu nuk gjop vla i vla, në jopë në gjojnë të mu. Mos t'jipet nën kost të Shalqini. Ne të marumëm jemi. Ne të marumën jemi. Asirë. Asirë. Ne jemi gjithmonë dorë të Zotit dhe vla. Ku bi breshën në Serbi, hajmë ne buktu. Se për nërishë këtu que ne nuk ka tarme. Qa tarme ka? Ne pa shumë Shalqi. Ne pa mojmë ujtin në 35 metra thellësi me generator. S'kemi drita në për toka. Këtu ka qe kanal ujti ku bën ti intervistën. O mëllo bo përkeq. Ne s'kemi asë njën këtu. Ne drita s'kemi. Në për toka. Shalqini nën kosto. Por e këtu 10 vetë ka ndalë. Po këto gjithë fshati, po nuk di pse na tremën këto që nuk dalin këtu për këtë shqetësim. Nuk s'ka lidhje kjo, ne se dim pse s'dalin. Po nuk e di pse. Ne këtu nuk na intereson politika, ne na intereson që ne po xherim lek nga xhepi. Ne s'po ushemi dot. Ma mirë ti këtë punojmë serë si qilis me 30.000 lek apo në ullit grekut, sa të punojmë tokën tonë burr. Dvej me në gjithë të burra këtu, quna 3 e burë janë, se nuk ka një fshat tjetër nuk i gjika i 3 sa ke këtu që merë me tokë. Dve të punoj në Greqinë, ullit grekut, mos punoj tokën e vetë, aloj djerë? Unë se kuptojme, pse se s'ka... Nuk funksionon shteti, me s'ka shteti. Pse, jo, ma i mirë në ne që e ka ullin i grekut se sa toka jone, po ne s'kemi një me vla. Më pak, ne jemi të marumën. Ne jemi marumën. Fermerin shqiptar nuk animon fare. Tani është koha grurit, grur me 27.000 lek kuntali, është turp. Vem ka Shalqini, vem ka plena, subvencionën s'tjapim, e na e pak rini që ka ngel këtu 10% nga e po ikën fare. E kemi gju kryeministrin e shumë mirë kohë dhe turizmi, po pa rini s'ka Shqipëri, pa bujqësi, pa blegdori, nuk ka Shqipëri. To janë ato. Ai ngrat mua, ai kryeministri e djeko turizmi. Turizmi, ora unë jam fermer, kam 4 hektar grur. I 120.000 ha shpenzimi tokës. Pa qera, se po t'jetë me qera shko 150. Unë kam qu 30 ton, grur, nga 7-8 milion, hi shpenzime ti, ja ka mekanikën vetu. Ja i me të rove grurin për farën, i kun talë farë 80.000 lek, i kun talë dap 100.000 lek, konë shteti edhe. Shteti hot vetëm ato që qune do, atje ke plazhi. Vore pa bujqësi e ka marrë fund. Se këtu nuk funksionon shteti, edhe pik... Shalqini on për tokë, e ka me plasmos që, ka del mbi kosto. Shalqini me plasmos të 80 lek litri, që kilogrami, është turp. Sa ka shku kosta për një dilip Shalqini? Po shkone 600.000, 800.000, vara se kjo me plasmos ka kosta më shumë. Sa do t'ishe çmimi i favorshëm për ju? Çmimi, pora në 200 lekëshi, pora nga 150 që mos e vil kot. Fuqia punëtora ka ra, pak rini që ti mash këtu, ç'a të bëj? Ajo veti 5, me çfarë ushqedhe, tokë s'ka, subvencion s'ka, paralindje s'ka. Nuk ka çmim, po s'ka kërkesë. Ora s'ka në çmim në kërkesë. 5 fermer këtu të muaj ulin tregun e lushjes gjithë. Se këtu ka 2 të keqe, ai vend mori prodhimin tem, ai ka miell vete, shkon ka magazinet e vete. Se mos përmend emra, si di mirë me emra. Kush e vendos, ju apo tregtar? Ora tregtar. Ai të lën ty që të zverë Shalqini e ty në hot kaq lek du. Kam pas një tregtar o masar braho ai prasitë shqimi 200 tjerë ngoj trale hot 150. Ta lidhet pa mor. Është shumë keq. Shteti duhet vojt dorë ke fermer shqiptar. Kam filluar, kam beq pak fara kam beq.
Tashi shteti nuk vet dorë kanë, Bravo. Ju ka ngjerë shumë shalqi pa shitur? Janë mbi gjithë parcellat pa shitur janë. Gjithë parcelat. Nuk ka kërkesa? Nuk ka kërkesa. Po pikët e grumbullimit? Nuk po grumullojnë. Ata ulin tregun. Tashi si të vetë kjo punë e shoku im, nuk dihet. Kuj dy lapës e ti e ta pret. Me i ka dy lapës. Jo, se dikë... Jo, sa diku fare. Sa diku fare. Po shkojnë, sa diku shkojnë. Po grumbull nuk... Jo këtu parke, jo këtu parke.